Masa e parë është dedikuar për persona mbi 29 vjeç dhe parashikon mbështetje financiare prej 430.500 denarësh për themelimin e një biznesi të ri. Në raste specifike për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, ofrohet edhe mbështetje shtesë deri në 250.000 denar. Masa e dytë është ndërtuar për të rinjt deri në moshën 29 vjeç, të cilët kanë mundësi të përfitojnë mbështetje deri në 615.000 denar për krijimin e biznesit të tyre. Të dyja masat përfshin gjithashtu trajnime për sipërmarrje, përgatitje të planit të biznesit sipas modelit standard të Agjencisë për Punësim, si dhe mentorim për një periudhë 6 mujore për grupet e sinuara, përfshirë personat me aftësi të kufizuar, pjesëtarët e komunitetit rom, gratë në zonat rurale që hapin biznese në bujqësi, si dhe gra nga kategori të cenueshme. Kategoritë që mund të aplikojnë janë personat të papunë të regjistruar në Agjencionin e Punësimit, përfitues të ndihmës minimale të garantuar, persona me aftësi të kufizuara, persona të rikthyer nga jashtë, gra, viktimat e dhunës në bazë gjinore dhe në familje, si dhe qytetarë që dëshirojnë të formalizojnë veprimtarinë e tyre të mëparshme.